Të nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt, Mirëmëngjes Shkodër. Ju përshëndes përzemërsisht, duke uruar që kjo ditë t'ju falë shumë barësi, shumë kënaqësi në të gjitha rrugët ku ju të shkelni. Ashtu siç studio Mirëmëngjes Shkodër pret me shumë dashamirësi të ftuarit, por dhe protagonist të jetës në Shkodër. Nuk ka se tjetë ndryshe, përderisa kënga popullore shkodrane është protagoniste e jetës sonë. Është një burim shpirti, një frymëzim. E ajo të dhuron gjithmonë emocione kur këndohet, kur migjohet. Sot do të ndalemi në një histori të bukur, të thosha, sepse i tillë është formacioni Karefilat që ka Shkodra. Një grup i cili me historinë e tij ka suksese, personazhe, këngë të shumta, shfaqje të panumërta, një repertor të larmishëm dhe shumë të suksesshëm, shumë duar trokitje. Personazhet e tij do t'i quaja protagonist të jetës kulturore në Shkodër, sepse ata kanë dhuruar dhe dhurojnë shumë kënaqësi. Me mua sot në studio është njëri prej këtyre protagonistëve tek Karefilat që ka Shkodra, zotni Rushdi Çekaj. Mirëmëngjes, Landja mirë, zotni Rushdi, mirë se ke ardhur në studio. Mirë gjitha, të juru gjithmonë suksese, të pas rastin ju falenderoj personalisht ju dhe stafin tuaj për mundësinë që ja jep një këtij formacionit Karefilave që ka Shkodra, duke u prezentuar tek spektatori me një sa është e mundshme, duke i treguar një historik kronik shumë të shkurt për ekzistencën e këtij formacionit, thamon, për ekzistencën, për aktorët e këtij formacioni, për mbështetësit e këtij formacioni, për repertorin e këtij formacioni, për sukseset e këtij formacioni. Në fakt, ju falenderoj edhe herë. Jemi shumë të nderuar ne që jeni ju sot në këtë studio, sepse vërtet kënga popullore shkodrane është pjesë e shpirtit Shkodrës. Nuk mund të mendohet, është një ndër karakteristikat që ka qyteti jonë. E nëse i dhuron këtij populli, këtyre spektatorëve të shumë, të cilët janë të panumërt kënaqësi, i dhuron duar trokitje. Je një bamirës i madh, apo jo, zotni Rushdi? Po, kjo është e vërtet. Njeriu gjithmonë ndjen te tradita, ndjen vjetin shumë komod, shumë rehat. Edhe këtu në Shkodër kënojnë të gjithë, kështu ka thënë Sali Bali. Është një privilegj që na ka dhënë natyra, mundësia, ku diun që jemi protagonist të kësaj dhurate që thatë ju, me kënaq spektatorin edhe telespektatorin. Në fakt, ju përveç se një njeri shumë aktiv, një pjesëmarrës i këtij formacioni, e keni shkruar historinë e këtij formacioni në një libër që titullohet Karefilat që ka Shkodra. Me siguri çdo Karefil tek ju lulëzon, që do të thotë çdo hap i këtij formacioni është brenda jush me shumë entuziazëm. Kjo është shumë e vërtetë, nuk mundesh me kanë përfaqësues i këtij emrit nëse nuk i ke ato dhunti. Që pa mojtën, duhet jesh artist i njëshëm, pasionant, ta du shumë, vjove këngën që është vetëm traditë e qytetit tënë. Por kjo, siç duket, edhe ju ka mbajtur mjaft në formë, mjaft me shpirt të ri dhe aktiv në jetë. Personalisht ju? Ka mundet që ka ndiku edhe nuk e vend dyshim që ka ndiku. Tjetësh me muzikën është i shansi rallë që mundet me dhanë gjithkuj, por ka ndiku edhe faktor tjerë, Merita, nuk është vetëm ka ndiku shumë edhe faktor tjerë. Megjithatë Karefilat janë një shkëlqim në skenën e Shkodrës, por jo vetëm. Ky formacion lindi në vitet e shkuara, rreth vitit 1983. Tre. Natyrisht nuk mbiu në një tokë të thatë.
përkundrazi, një tokë të lullëzuar, me një aktivitet jashtëzakonshëm, me një hershmëri në aktivitetin e gjithë secilit prej protagonistëve të këtij formacioni, apo jo? Merita kë është mirë thatë, që nuk erdhen prej rrugët këta karajfila, këta aktorë, nuk erdhen prej rrugët, më thonë që hajde të grumullohna me kënu këngën popullore. Jo, këta ishin tanë artistat inkuadrum në dy institucionet ma kryesore të qytetit, në filharmoni, në stratë, ku bëshin pjesë aktive kretë komplet, gjysa e këtyne aktorëve në atë kohë kanë qenë solista në stradën profesionistë të qytetit tonë. Në festivalet e shumta që janë banë Shkodër. Në festivale edhe të ndërum shumë, të dallum, të gjithë punëtor. Kështë e karakteristika që do të quhen sakrificë. Po artisti që dënë me kënë artist, që është natyrë shumë artist, sakrificën e ka me shumë zëmë zero, është knajsi më shumë. Sepse dënë me jetu, është një tjetë e veçanta. E këti formacionit më së nënë është të dallum për pasion. Është vërtet. Të dallum për pasion. Masënë vjen përkushtimi, sigurisht, është një përkushtim me disiplinë absolute. Si lindi, si ide? Të pas shansin, më falni, të pas një shans ideal, me punu me muzikanta, që dikush nuk jeton, nuk është manë mes ata pashin njës, po jo vetëm lokal, po më shemoj kontar. Me gjiganda. Me gjigant. Me gjiganda. Që kanë hedhë themele në artin muzikor shqiptar. Po pra Njakova, gjavit oj kanë shpi kultus, gjën kapedan, e zëfqo, po kanë prodhu opereta dhe opera. Është e vërtet. Të shkun teatr me markaftallin e paharushëm, me Luan Borovën që një humje jashtë zakonisht e madhe, me talent e për të rrallë, me instrumentist absolut. Si qili për mu më në ma vonë a i bani atë që bani inovacion për mu. Bani inovacion e këngës në interpretimin e këngës popullore qytetare shkodane. Është e vërtet. Në fakt, viti 1983, që shënoi nisjen e këtij aktivitetit të grupit Karajfilat që ka Shkodra, reflekton një ide edhe të mëhershme të iniciatorëve. Si lindi, kujt i lindi ideja dhe si u formëzua deri në, si thua, shprerjen e shiritit të këtij formacioni? Tamam, ashtu është. Kjo nuk e jo spontanisht, vetëm spontanisht jo. Ka ishte një ide e dy artistave të ish antarëve të këtij formacionit. Një fisit kastratëve, të dy artista edhe familjarisht me traditë shamullore, qytetare, Nesret Kastrati edhe Tahir Kastrati. Nderim për ta. Shumë nderim. Ajo ishte një ide të kanë, bile unë them edhe komtar, vetëm për me shty më tepër këngën popullore qytetare Shkodranë, më dhënë një shtytje. Nuk ishte asgjë me ba me e pa kështu. Në Shkodër ka është tradit në rgëzimet e familjes tonë. Në rgëmullimet e njerëzve rafësisht. Në për dhoma, në për oborre, në për odat Shkodra. Në për oda. Edhe në Skosjen, është kënu kënga popullore. Tani këto dy artista me e qu matej që këtë tradit të bëjnë ma profesionale, të interpretohet pra ma profesionalisht, edhe në skenat profesionaliste. Është vërtet. Kjo ishte ideja atyne. Si ide është hedhë që është në 76-ën, në 1976. Për asytë në nëshme, nuk është aprovu. Kjo si mas
ish drejtorit të asaj filharmonie në qytetit tonë, Agim Kodraliu, cilin merit kam rastin duhet ta përshëndes me gjithë shpirt në emrin Karajfilave. Ka i kontribut veçantë, të uroj vetëm shëndet plotë e gjatësi. Jashtë afrujt si ide, për asyut në ushpën. Këta dy artista nuk kanë nalu, kanë ponu, kanë gërmu, kanë vazhdu kam ullin e tyne në 83-shin. Po këtë zot një Agim Kodraliu është drejtor e teatrit një gjeni. Duke sa është farktu shumë, si ide aja shtru, jo vetëm të ata dy artista, por Tahiri ka kënë ma intelektual në të kuptimin e intelektual të amani mirë field, dhe është diskutu në për situacionet kryesore kështu, gjatë që me specialista, me muzikolog, me muzikanta, është pëlqy, dhe në 83-shin, ishte aty grupi, se kjo ishte pyetja, ishte aty grupi, po me një emrin tjetër, kompleksi vokal, grupi i burrave. Ideja ishte e mirë pritur shumë. Tu ishte fije momente se si do të tëllohet kjo aty. Si erdhi këtë Si do të tëllohet? Ka pas gjithmonë si mas Tahirit, unë nuk kam qenë dëshmitar i kësaj lupt, kësaj gërmimit, nuk kam qenë. Si mas Tahirit e pas njës, ishte Robert Pranushi. E përshëndesim zotni Robertin. Duhet ta përshëndes me gjithë shpirt edhe atë. Edhe një qytetar shëmbullor, një organizator i përkryer, muzikant, folklorist, letrar, regjisor, drejtues. Është e vërtet, me shumë atribut. Njohës i mirë i artit e i kulturës Shkodër. Edhe në emrin Karajfilet përshëndes profesor Roberti. Jeton në Itali. Kaj kujtimet veçanta, metit i paharum, grupi Karajfilet që ka Shkodra, autori Robert Pranushi. Edhe kështu merita lini jo spontanisht, po ishte aty grupi, aty informacionit, 80% informacionit ka kanë aty. Po me i titull tjetër. Në 83-shin, u baje mujtën, me i prova zakonisht intensive, sepse grupi Karajfilet të ishte inkuadrum gati si punoj si teatrit. Dhe ishte e pa mujtën me kënë një qfaqe, jo me Karajfilet, pa e grupin vokal, sepse ishte kënga tematike, ishte pa... Dhe të i kanë aty, të i pas këtë nërkes, ju ngarku edhe i punë tjetër, që për ne në atë kohë ka kënë një përgjithësi jashtëzakonisht të madhe. Po shumë e bukur, jashtëzakonisht e bukur. Nuk ka kënë njohën me një ta... Lindshin shumë pyetje, lindshin se do të apresin populli. Një solist Trezanësh. Trezane. Kjo ishte veçanta, edhe është veçanta e këtij formacionit. Nga formacionet tjerë, jo unison. Një tingullim harmonik i mrekullueshëm që vinin me kanto e kontrakanto brenda një këngë duke ta dhënë vërtet erën e Karajfilit të gjallë. E amëlson, jep shije, e masivizon, e bën tepër titanike, tepër detare, ka një shkodrane e fuqishme shumë me i kulturë tepër. Cilat ishin këngët e para që interpretuat? Këngët e para të ti koncertit parë kanë qenë e hapja Karajfilet që ka Shkodra, ka nga para. Karajfilet që ka Shkodra me dhe sot bukur janë. Apo s'kanë kënë tishëm, pashëm këtë formacion. Të gjithë njëri maj mirë se sa tjetë. Ishtë arkitekti Tahiri që e bani këtë përzgjedhje. E fëndërë shumë. Tahiri bani edhe atë prezentimin e brezave.
që është knohet edhe do të knohet. Ka ishte edhe ideja e kësaj kërnizës. Dhe këto protagonist ishin dhe janë Bep Pavaci, Bep Pavaci, Rushdi Çekaj, Paulin Gruda, Ferdinand Deda, Luigi Alia, Berhan Nehani, Riza Ramadani, Tahir Kastrati, Nesret Kastrati, Leon Leka. 10. Një tuf me karajfila. E tenori parë të ka kanë unë, Ferdinandi, Paulini dhe Bepi si tenori parë. Ma i dytë ka kanë Bigje, Berhani edhe Rizaja. Edhe bas baritona kanë Tahiri, Nesreti dhe Leoni. Prej tyne nuk jetojnë disa. Ishte i fatkeqësie madhe shumë që u danën shumë herët prej karajfileve, dhe sidomos dy ideatorët, iniciatorët, Nesreti në vdishin 84-shin. Me njëherë, një vit më pas. 47 vjeç. Kryesori Kapideni. Ideatori. Masane në 94-shin vdiq Tahiri. Ajo ka një fatkeqësi tepër e madhe për familjen rreth parë, edhe për grupin qela vetëm. Nuk vënej shumë. Ishte Luani qela. Ajo vdekja Luanit ishte groposje, përfundimisht groposje e karajfileve. Me njëherë figën Leon Leka. Nderim për punën e tyre, nderim dhe për kushtim. Si keni punuar? Sepse ju thatë trezanësh, natyrisht nuk është e lehtë, por edhe një praktik që ju e keni pasur edhe më herët në koncerte të ndryshme, ai kori i filharmonisë me ato zanat mrekullueshëm, natyrisht ishte hershmëria juaj. Po pastaj ju u formzuat tek kjo buqet karajfilesh. Me ne ka punu në veçanti po a shku të Luan Borova. Po në atë institucion i mrekullueshmi të ndaj janë. Nderim për zotin të e një spas të euroj familjes. Model. Qytetar model. Mësuesi pa pritushën. Na kena ba vetëm për unifikimin e zanit, vetëm nga një orë për para se me shku të Luan Borova. Ma ne mërë të Luan Borova ndorë karajfilet. Po të një vetëm unifikimin e këtyne zanëve që thuti. Një tingull. Vetëm një tingull. 3 ngjyra është të një tingull. 3 zanësh. Aja ka kënë i përkushtim shumë i madh nga në ati, por edhe një prej nesh sigurisht, edhe prej nesh ka kënë. Se nuk do t'ishtë realizu në rrëshë. Me një disiplinë dhe një dëshirë të jashtëzakonshme. Me disiplinë, me respekt tepër veçantë. Kjo serioziteti. Kjo e dallon shumë në atë kohë. Atë kohën e dallon shumë. Ishte tepër interesante ajo. Ty kërku dhe ndoshta edhe i fije pse erdhe vonë njëri tjetër, shokut. Din se duhet me fillu një tash. Ishte respekt i madh. Ne ishim shembullor. Paktën për formacionin kena kanë shumë shembullor. Marrëdhëniet njëri me tjetrin për punën. Masanën vokali ishte prezent me rita. Vokali nuk u diskutote vokali. Ata ishte puna ajo që si arritet me një këngë të një gjume të ditën, me i dha një tingull tjetër. I dha një gjërim të mrekullueshëm, shkëlqim. Të është taman arriti me një Luan shumë kompetent, absolut kompetent. Me një siguri që t'jepte siguri edhe ty. Një instrumentist
Në fakt jeni dëshmitar të përkushtimit të tij, të talentit të tij të madh, të punës që ai ka bë, ai vite vazhdimisht në radio, jo vetëm për formacionin tuaj, por edhe për këngëtar të ndryshëm, vite në fonotek, shikote këngë të këndume prej kosh nga këngëtar të më të hershëm, i gjente, mendonte kujt i shkon kjo këngë, si mund ta përpunojmë, si mund ta rrisim në kohë, dinamizojmë, i bëjmë një interpretim të shkëlqyeshëm. Respekt për këtë drejtues. Shumë respekt. Jam dëshmitare. A jeni dëshmitare? Po, kam punu këtu në sektorin e muzikës. Luani pastor me të më thonë, por e gruposi. Pa ne nani më shumë, nani më nërthojsh dhe nani më tranzicioni, që ishte i pamshirshëm. Nuk po kalojmë aty, po kalojmë te kjo periudhë më së 10 vjeçare e lulëzimit të Karajfilave. Aktor kishme pas këto aktorë që tash ma përpara kanë tanë punëtor, tanë kanë punu ka 8 orë. Tanë kanë prodhusa. Me përreshim Tahirit. Po dhe Tahiri mësus, në fshat. Pas një privilegj tjetër. Kjo nuk ka qenë se me detyrim keme shku. Dëshira dhe pasioni, këtë që dëshira dhe pasioni. Edhe ty e pas se, edhe shën tjetër me kanë shpit kulturës, ose pret të zëtë në teatr, po dhe në shpit kulturës, ka pas një që kanë pas dëshirë me kanë pjesëmarrës. Po do të më përpara me shku me të provu? Pianon. Edhe do të me të një gju vokalin, edhe veshin. Më në të thot ai, mund është marrë, ose na falë për dëshirën t'i shohë dëshirën të thot, po mundësia nuk është. Gjithë ishin të situr. Ishin situr me gjitha të emrin që do të thohet amator, sepse nuk janë pagu nga institucioni në listë pagesën e rregull të punojnësve. Nuk ka kënë organik, po ka kënë super organik. Ju keni qenë profesionist. Ju e shumë artist që kanë ba opera, që kanë qenë orkestrën simfonike, që kanë qenë vallëtar, që kanë qenë korista, pa numër. Histori e shfletuar me shumë faqe. Amator jena qujtë. Me ba me më thonë dikur, atë amator ke kanë unë fyhem shumë. Mund me thonë që që ke ban ti ma tepër se sa unë zëtëri? Qëfar ke ban ma tepër të se sa unë? Unë kam kënë prezent 8 herë 10 herë një avë. Kurse ti zëtëri jote nuk e një ke kënë vjetë? Shto është. Pra që më nëshme më qytë amator të mu, ti e profesionist. Pra fyhem. Ju keni pasur një aktivitet të shumë, shfaqet të shumë. Shumë të njëshën, Merita. Shumë të njëshën, Merita. Nuk gudzot e më ardhë një delegacion i huj, një Shkodër, edhe ne përpun, hajde një vrap, me i knu 2-3 kangë, edhe i knushim o në përdhomat veçanta turizmit, ose në hollë teatr. Po skena, me spektatorin e gjanë. Aja ka kënë pa numërim, aja. Mita ka kënë pa numërim. Ka kënë një plan ka pas atër, ne e dishim numën e shfaqeve sa këna me dhanë vjetë. U ba me në organik teatrit. Pa mësisht ne e kishim punën diku tjetër, pa aty ishim në organik, ne e dishim që sa shfaqe do t'jepet. Pa ishin ato vitet kalendarike, vitet për vjetër gjatë. Po ishin mujtë që kishin dit festash. Po ishte pa, ka ishin shumë, kooperativa bëjqësore, repartë ushtarake, aksionista, festa grave, gjithë shka që ka kënë shumë njëshën. Shumë njëshën. Nuk ka dhënë shfaqe pa prezencën e Karajfilave aty. Gjithmonë të rënë shumë, krenon shumë. Gjithmonë prezent, gjithmonë korrekt. Keni pasur ndonjëherë që ka mungu në njeni dikush ka ardhë vonë, ndonjë nga trese vogël? Ja, Merita, nuk ka nëllë, ja, po. Asnjëherë. Nuk ka nëllë, Merita, ja, po më ardhë me vonesë, kush, ja. Absolutisht, ja. S'ka nëllë, ja, po. Jo, absolutisht, ja.
Prandaj unë e quaj sakrificë. Të bukur. Shumë të këndshme, me emocione tepër të mëdha. Me mungu, për sigurisht, në kene tanë familjar, tanë të ri. Po nuk e toshe ma me familjen, kam një detyrë tjetër më shku atje. Dhe ju kanë mirë kuptu? Pa sigurisht. Zonja juaj, me 3 fëmijë tuaj, kanë shëtitur ose kanë realizu punë, shtëpie, të gjitha detyrime, ju këndonit. Pata një rast me më dhanë fletë lavdërimit, mund e mora. I thamë, por, nuk është komplet merite jemja kja fletë lavdërimit. Po, i takon asaj që e kam lanë vetëm. E përshëndesim zonjën tuaj. E kam lanë vetëm, i kam thënë të më shku në prova. Po edhe me fëmijë, i ka se kam prova. Fëmijët kanë qenë gjithmonë krenar për ju, apo jo? Janë rritur me këngë tuaja, i kanë transmetuar vetë? Sigurisht. E dojnë shumë. Pavarësisht se ato janë diku tjetër, kanë marru... Po, në sferat të kanë marru në fushat në ryshme, e dojnë shumë. Duke qëndruar përsëri të ky aktivitet, regjistrimet në radio-televizion, vitet e rinj që pasonin në stafet njëri tjetrin, kanë vërtet një tjetër liber aktivitetesh. Ju jeni pëlqyer edhe përtej Shkodrës. Radio-televizioni shqiptar, që është radio-televizioni shtetëror, me historinë më gjatë të sukseseve dhe të regjistrimeve, të çdo gjëje, ju ka pasur protagonist. Mita, kur kena dhanë koncertin e parë, ka ba një jehon mërënda 24 orë. Ka që u interesu radio-televizioni shqiptar, sa që po thuj në rritë e më rapën. Kjo është komplet e vërtet. Sa kena dhanë koncertin e parë, thote në sreti e pastra me ti. Kena marë telegram urimit nga kjo. Nga e nga diaspora kena marrë urime nga Urqini edhe nga Kroacia. Kena marrë direkt nga udhëheqja në atë kohë. Edhe nga në ky interesim në atë kohë në radio-televizionin shqiptar ka kënë shumë i rëndësishëm. Shumë i rëndësishëm. Edhe rrallë e kanë pas kush atë mundësi me kanë në atë ekranin e tyne. Është e vërtet. Për pa kanë te për zgjedhën e të lakmushëm, e të interesushëm. Me njëherë kena ba një program, dytë mini program për nënrimin e viteve të ati vitit. Me herë në është dhanë urdhën për e marashajatit që du të dytin prill. Pra mbas pak kohësh. Mas 3 muaj e du të dytin. Ka nuk është pak. Respekt shumë, edhe për atë vlerësim, për atë exigencë, për atë kërkesë që ky formacion është vlerë, ndaj ta kultivojmë akoma më shumë. Por hir të së vërtetës duhet të vlerësojmë pikërisht një interesim të tillë dhe një masivizim të tillë të artit. Unë do të thoshe ndryshe, më thani, fije, po mbështetjet kësaj, për mu ide e tërtë, edhe realizimi kësaj idejet, me interpretimin kësaj këngët, me ato 3 zonash, ma të bukuri është një lidhje shumë e ngushtë mes traditës edhe të ardhmës. Me i dhanë një shtysës, shiko sa bukur t'inglon, nuk mjafton me një aktivitet në vjetë me i ta, nuk mjafton. Sa këngë ka paka shumë në repertorin e ti Kalefilat, grupi Kalefilat? Në të inqizume të filmum kena 27 këngë. Pa të keqen, inqizime dhe filmimeve të nërimit viteve që nuk... Janë pa numër ta. Janë, edhe nuk i shef kërkush. Në edina se ku kena ba filmime inqizime, nuk i shef kush. Janë pa njoftën. Ndoshta edhe teknika që ka avancuar, ndoshta e ka të vështirë ti
tjetërsoj në formate digjitale, nuk e di, Nuk e di. Nuk e di sa është e vërtet. një ndër arsyet. Po këtë ka thonë Paçi këto Qirozdi, me pa ardh 2 muaj, 3 muaj ma vonë nuk do të kishte gjetë ma asisant prej Karajfileve. Se shiriti është në rishk edhe nuk digja. Mund të qashtë ashtu. Po televizioni do t'i ketë Në televizion. fonotekën tonë ka këngë pa fund që ju keni kënduar. Këngë pa fund ka. Këngë pa fund ka. Por, dua të përmendim edhe një fakt, sepse pas gjithë kësaj energjie, gjithë këtij arti, këtij përkushtimi, këtij interesimi, suksesi, larmia aktivitetesh, vjen një moment që diçka zbret. Si ndodhi? Është me të ardhkesh, me i ta. Në tanë atë, jo, në Entuziazm. ishte jo entuziazm një shpërblim nga spektatorin e mjen, a ka, a do të rëkitjen, apo e ka me një tepër respekt veçantë, në kulmin e këtij grupit, në kulmin e këtij formacionit, për 10 vjet nuk e ka pas se ka një kërkush. Tash, tha që dhe pare për mena kështu, është tranzicioni, që ka prej gjithkot, s'ka pas aktivitete. Ka keni fatkeqësi shumë e madhe, jo vetëm për grupin, por për tanë shoqërinë. Ndoshta instrumentistat edhe solistat e kanë gjetë vedin në diasporë. Po, në rrugë tjera. Në rrugët private, aktivitet private. Por Karajfilat me një numër të konsiderueshëm aktorësh mbeten vetëm. Unë po përfitoj nga i ky rast. Do të them që do ta kenë atë forcë morale me i kërku falje këtij formacionit. Ishin Karajfilat protagonista kryesor për 10 vjet në këtë qytet, edhe kombëtar. Dhe me i fundos në mënyrë pamëshirshme. Natyrisht institucionet janë përgjegjëse, sepse Unë vetëm ata do t'i vënë për para përgjegjësisë, se nuk e vënë spektatorin, as televizionin, s'kam se si. Janë institucionet ata, janë drejtuesat, janë dikush. Për ata 10 vjet, a ka sistemi, a ka rëshdia. Por ishte... Edhe po me keqardhje, me që e përmend në këtë mëdhem shpirti, prej telespektatorët edhe shikuesët dhe atje një gjusit, në kudo që t'jem, ka respekt secili prej këtyre aktorëve. Duke e përshnet, duke i dhënë të njohur. Ndoshta edhe me një pyetje, mor, ç'po po bëni më? Pa ka me gjë më? Nërsa institucionet me tarkes. Kanë fillu mu përzi shijet me një ta, nuk djetë që e të afruz, një gjusit nuk. Ka një aktivitet një vjet, o Shkodran, ka zona, ka i brumë të mrekullushëm, Shkodra nuk vdes kur në jetë. Jo, është. Ju ishit të ftuar para 2 vitesh si formacion, Karajfilat prap kënojnë. Prap kënojnë. Aty nuk kam keni ftuar, po kam keni, tamam, edhe aktor interpretus. Po. Aty ka kanë 35 vjetori, i Karajfilave. Edhe në qofse e ke pa, e ke mëreb, me i varfri tepër atës. Nuk kam dalë i knaqën prej këti. Nuk mund të quj një përvjetor të këti formacionit, të këti aktorit, që ka luajt një rol inovacionit në interpretimin e këngës popullore,
i afroj popullit një këngë, një melodi, i tingull, i tha kënoje tanë bashkë, kënoje tanë bashkë. Ky formacion, Frit Bala ka shkru, edhe nuk e di se ka thënë kush tjetër i gjysë fjalët. As prej kompozitorëve, edhe as prej institucioneve. Unë personalisht kam bërë 3 projekte, i kam afru bashkisë. 3 projekte i kam afru bashkisë mundësin për më dhanë që me e bëha prezent edhe jeri, ka jetu këj formacion zëtni. Ka kenë, ka dhanë, ka kontribu, ka sakrifiku, është përkushtu. Me një sakrifis pa krasushme me këtë që jeti sot, me këta kushte. Pa dyshim. Tepër pa krasushme. Edhe vjen keq me thënë, por nuk e njeh, nuk si ka mundësi në këtë Shkodër. Pa që jetën e gjatë, ju e të Faleminderit. gjithë pjesëtarët e këtij formacioni. Faleminderit. Nëse për shembull ju ofrohet një mundësi, ju jeni të gatshëm të mblidheni. Është të bën një rinovim i këtij formacioni. E di. Janë edhe karajfilat e ri. Ka që kanë shumë të gatshëm, ka dhe tje shumë që kanë qef më afrut. Ata nështë edhe për në arsye tjetër, po kryesori është me kanë me karajfilat, është njerë, me kanë në atë kornizën, vazhdimësinë asaj kornizët karajfilave që ka Shkodra. E shof e njej që kanë dëshirë me kanë edhe ata vazhdusat e këtij formacionit, edhe ata saj ideje. Po nuk mund të gërshëtoheni bukur të rinjt dhe ato klasikët e këtij grupi për të formuar një fuzion të mrekullueshëm vokal. Gjithçka mund të bëhet me këtë grup, me këtë formacion, sepse janë zanet, kanë edhe janë zanet. Sot bile janë edhe muzikanta atë, gjithë pa përjashtim, tanë muzikanta. Dhe gjithçka bëhet, por nuk i del zot dikush. Kjo është. Nuk i del zot dikush. Ka është mbështetjes, nuk ta jep kush atë mundësi. Le të shpresojmë. Pa që jetën e gjatë dhe le të shpresojmë. Sigurisht, Sepse natyrisht spektatori ju do. Ajo është përcjellësi, ajo është ana tjetër e peshorës së madhe të artit. Unë besoj se emri Karajfilat do t'jetë në vazhdimësi, apo ja? Me gjendin që është sot aktuale, unë pak kam besim me ta. Nëse është një ide, një projekt për atë vazhdimësinë, ty kanë aty afër, një gjë një laf. Unë hala shka i thamë si këni një, ose Nadia mirë, i thamë aty në. Dhe ju jeni ndër të vetmit, që jeni aty për krah të rinjve. Edhe në emër të shumë kuj dëshiroj t'ju falenderoj për këtë angazhim, për këtë shpirt të bukur artistik që ju keni brenda vetes. Faleminderit shumë i ta. Por është qëndron. Nëse e kam thënë një konfidenca ke përgjithësi zotëri. Është padyshim. Ka njerëz, është i budallesh që ka më shkru dikush. Po si sa bën asnjë aktivitet më burr, që e ke fru këtij millet më burr. I kam afru, nuk është e traditshme, nuk është e traditshme. Edhe ka më shkru zotëri, nga kjo ka shknu një gjini, që aty. Por, tha tjetëri aty bashkëbisedus. Po, është e vjetër, është alamet vjetra. Po, aty jetim, janë ata tujt. Edhe që shemull me kujshit. Kush lënë me afru ty aty, dukanë në teme. Po, është e vjetër, po, ku me e marrë me e kënu prap vjetërën. Po, gjithë bota e vlerëson atë që është burimore, ajo që është e pastër, autentike,
si që shkanga e mrekullueshme Shkodra. Pash ma bukur sa që bili na kanë xhelozi. Kush nuk bëhet xhelos me këngën Shkodrane? Kush? Edhe në Saran, nëse shkan një i darshëm, pa ty pa u kënu kënga Shkodrane është e pa mujtën. Është e pa mujtën. Pse? Pra më duket se këto media, mas media, edhe drejtuesët, pa diskutim, kanë përgjithësi çaj afron teleshikuesit, çaj afron në skenë, është përgjithësi. edhe me atë ushqehet ai. Po difte e rast që është zot i madh. Jo kam thënë aty në. Dan me kënu, jenë të kënu në të dukungat e reja, një qfaqe. Ashtë të kënu më ka des shanga. Unë shkëputem për e grupit edhe du me një gjuhu. Si ashtë të kënu, si pa e kënën kangën më ka des shanga. Atë kangë që i kishte. Me falni. 2 vetë për paramet ishë Gjelmo Qatëri. Aja ty kënu, njeri prej tyne për i thote, ishte ty fol Shqip, një ka shko nga Shkodrane, pra ishin Gjelmo Qatëri ka 20 vjeq, edhe ata nuk e dishin, nuk e se kishin idejnë e tingullit kangës popullore qytetar Shkodrane. Pse tha, kjo është kanga Shkodrane, i këtë jenë të i afru në mënita. Të kanë përgjithësi gjithë bashkët. Pa tjetër. Pa dallim, pa presht. Në gjithë atë. E jo pse mungën as talenti, as vokali, as dëshira, as pasioni. Ne shohim sot në rrëgzimet e familjes. Po një atë këngë të asaj, as atë vjetret, prap kënohet, prap është prezent. Ju lutem shumë, po përfitoj rastin. Ju lutem shumë, afrojeni popullit. Një e vjetës është ma bukur se saja që nuk di në zhjonë se prej kashtë. Një mesazh i mrekullueshëm. Një mesazh që duhet të tingëlloj dhe tingëllon shumë aktual, e që është thënë nga goja e një artisti i një formacioni të famshëm, siç është Karajfilat që ka Shkodra. Zotëri Rushdi, ne udhëtum në disa prej viteve, protagonistëve, sukseseve, shfaqjeve, një repertori të shumë, të larmishëm. Natyrisht, ky është një libër i hapur. Unë mendoj se është një libër i hapur. Ju paçi jetën e gjatë, e qofshi të nderuar gjithkohë, por kudo që të jeni, ju jeni Karajfilat që ka Shkodra. Ka është e pa diskutueshme, Karajfilat që ka Shkodra. Edhe nëse dikush, se jetë është kja punë, gjithkohë me radhë kja punë, edhe në qofë se ta pana del jetën në shtyllë, Mos e mendo asnjëherë, qofshi me jetë të gjatë. Pa tjetër që ka do na njeh Shkodra, unë nuk e mohoj këtë. Unë kam respekt shumë për ata. Qofshi gjithmonë të nderuam Karajfilat që ka Shkodra. Ju falenderoj edhe një herë, me ata që më dha këtë mundësinë, që paktën shikuesit u njohen sa do pak që ishte e mujton me ekzistencën e këtyre Karajfilave, me aktor që u fol shumë pak, edhe nuk pat mundësi, kanë meritat veçanta dhe secili prej këtyne, kanë një kontribut të veçantë secili prej këtyne. Nderim dhe respekt shumë i madh për ato kënaqësi, vlera, kontribute, aktivitet të shumë që ja kanë dhuru këtij populli. Qysh pionerë, Merita, qysh pionerë, po ne lam ne emisioni tjetër me folë veçanti për secilin prej tyne. Ju falenderoj shumë, paçi jetën e gjatë dhe qofshit gjithmonë të nderuar. Faleminderit shumë. Falenderoj edhe stafin e Karajfilave. Faleminderit.